Gati, para! Vediamo se la giorni mia. So, se si vuole puna te shkje po. Pra sekunda në rëqit, ha? Jemi jashtëzakonisht krenar që gjendemi sot në këtë ditë feste, në këtë ditë të shenjtë për gjithë shqiptarët, bashkë me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi, deputet të Republikës, kryetor komunash, aktivistët të gjitha qendrave të lëvizjes vetëvendosjes dhe qytetarë që na u kanë bashkangjitur në këtë ditë feste. Sot pra festojmë ditën e flamurit, një ditë jashtëzakonisht të shenjtë që i bashkon shqiptarët gjithandej përtej çdo kufiri, përtej çdo qeani. Sot në prekozin e lavdishëm festojmë gjithashtu ditën e shenjtë kur kryetrimi jon Gjergj Kastrioti Skënderbeu ngriti flamurin në Lezhë në vitin 1443. Sot festojmë ditën e shpalljes së pavarësisë dhe ngritjen e 2 krenarës në Vlorë. Sot gjithashtu i festojmë daljen publike të ushtrisë çlirimtare të Kosovës nga heroi ynë Muj Krasniqi, generalët Davut Haradinaj dhe generali dhe kolegu e miku ynë Recep Selimi. Dhe gjithashtu sot festojmë edhe ditëlindjen e Adem Jasharit, komandantit legjendar të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Pra, kjo është një ditë festash për shqiptarët kudo që ndodhen, është një ditë e shenjtë për neve dhe prandaj qytetarët nga të gjitha trevat, përfshirë nga Mërgata, vinë edhe festojnë këtu në prekozin e lavdishëm, një ndër vendet më të shenjta që ka trevat shqiptare. Prandaj qofshim të bashkuar gjithmonë dhe shqiptarëve kudo që gjenden urime dita e flamurit. Faleminderit.